e thjeshtë dhe plot dëshirë na bëri të vim për të xhiruar në këtë qytet me emrin Kuço. Të gjendur para një mikpritje dhe ambienti të ngrohtë, çdo gjë do të bëhej e mundur dhe e lehtë për grupin ton të xhirimit. Kishim mbajtur pikërisht për këta fëmijë që janë gjithnjë gëzimi i një qyteti. Këtë gjë e vëre sidomos në qytetet e vogla. Ishin këta që jepnin jetë ambientit me lëvizjet, shëtitjet, lodrat, madje këngët dhe kërcimet e tyre. Këto të fundit janë edhe objekti i emisionit ton. Do t'ju njohim sot me grupin artistik të shkollës 8 vjeçare Gaq Karakashi në këtë qytet. Gjua i flet buzës, moj mere këngë demokracis i themi me zemrën. Jam i vogël për silasta, kam ardhur sot, këngës jam marr. Gjua i flet buzës, moj mere këngë demokracis i themi me zemrën. Ju përshëndesin nëna baballa, ju që na ritët na thoni pa çfarë, në rrugën tonë erdhi faqe bashkë. Do t'ja dalim ban, në rrugën tonë erdhi faqe bashkë. Ju sigurosi do t'ja dalim ban. La 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 la. Ha ha ha. La 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 la. Ha ha ha. La 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 la. Ha ha ha. Kam ardhur sot, këngës t'ja marr. Gjua i flet buzës, moj mere këngën demokracis i themi me zemrën. Jam i vogël për silastar, kam ardhur sot, këngës t'ja marr. Gjua i flet buzës, moj mere këngën demokracis i themi me zemrën. Ju përshëndesi nëna baballa, ju që na ritët na thoni pa çfarë, në rrugën tonë erdhi faqe bashkë. Ju sigurosi do t'ja dalim ban, në rrugën tonë erdhi faqe bashkë. Ju sigurosi do t'ja dalim ban, t'ja dalim ban, t'ja dalim ban. E njohur si një shkollë me traditë në fushën e artit dhe muzikës, kjo shkollë ka sot 1034 nxënës dhe 51 mësues, nga të cilët 6 prej tyre janë të profilit artistik. Pra krahas procesit mësimor, nxënësit sipas dëshirës mund të zhvillojnë talentet e tyre në disa instrumenta muzikor si kitar, fizharmonik, violin, klarinet, flaut e tjerë. Krahas procesit mësimor nga drejtoria e shkollës dhe drejtoria arsimore, është punuar për të krijuar ambiente dhe kushte të mira pune dhe mësimi për nxënësit dhe mësuesit. Shkolla Gaq Karakashi është shkolla më e vjetër në Kuço. Tradita e krijuar krahas elementeve të rinj të futur këto vitet e fundit e kanë bërë këtë shkollë të jetë cilësore. Drejtimi kryesor i drejtorisë ka qenë rritja e cilësisë së procesit mësimor, të cilën e ka bërë këtë shkollë të jetë e dallueshme. Synimi ynë ka qenë futja e elementeve të rinj bashkëkohor në drejtim të cilësisë. Nga ana jonë punohet me objektiva të qarta dhe plotësisht të realizueshme, të cilat i kanë shërbyer drejt për drejt rritjes cilësore. Kualifikimi brenda shkollës, mbledhjet e këshillit të mësuesve që janë kthyer në tribuna të debatit pedagogjik, kanë ndihmuar në gjetjen e metodave të cilat kanë qenë më të frytshme
në përvetësimin e njohurive nga ana e nxënësve. Rikonstruksioni i shkollës i cili u krye vitin e kaluar, pra pajisja e shkollës me xhama, banga dhe mjete të ndryshme mësimore, ka bërë të mundur që në shkollën tonë të bëhet një mësim krejtësisht normal. Dhe kjo, në këtë drejtim kemi patur mbështetjen kryesore të drejtorisë arsimore dhe sidomos të zonjës Luljeta Mejmani, drejtoresh pranë kësaj drejtorie, e cila ka qenë mbështetëse kryesore të gjitha kërkesave dhe nevojave që ka patur shkolla jonë. Në kuadër të reformës arsimore, drejtoria arsimore rrethiton është munduar që të pajisë të gjithë personelin mësimdhënës me mësues me arsim përkatës. Mësues të muzikës janë me shkollë muzike, gjë që influencon në rritjen e aktiviteteve cilësore në përshkolla me rast festash, ditëlindjesh. Në shumicën e shkollave të rrethiton është siguruar baza materiale si magnetofona, kaseta dhe nga formatori i muzikës punohet me pasion që të mbushen këto kaseta me pjesë e reja muzikore, operistike, simfonike dhe me këngë popullore. Në shkollën e muzikës, Kaq Karakashi punohet me mjaft pasion nga mësuesi Luta Hasani, Kozma Lulo dhe të tjerë në drejtim të talenteve të reja.
Të vogël, kërkoja emrin tënd. Globin, globin, rotulloja dhe thash, ja tek është. Oh, 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 oh. Shqipëria, Shqipëria, ky vend i bukur, ja tek është. I gëzon të gjithë fëmijë, anë kënd, oh, 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 oh. Do të bëhem sot me flatra e do të vi tek ty ohën, s'më ndalojnë malet e larta, se gjyry më ka dhënë. Oh, 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 oh. Shqipëria, Shqipëria, ky vend i bukur, ja tek është. I gëzon të gjithë fëmijë, gjithë fëmijë anë kënd, oh, oh, oh. Shok e vëllezër, na njojnë të gjithë, në syren zemër, ndaj na të rasin, shok e vëllezër, në shkollë dhe në shëtitje, jemi gjithmonë tokë, vllazri forcojnë, tek emri shok. Shok e vëllezër, na njojnë të gjithë, në syren zemër, ndaj na të rasin, shok e vëllezër, në shkollë dhe në shëtitje, jemi gjithmonë tokë, vllazri forcojnë, tek emri shok. Forcojmë, tek emri shok. Drejtoria dhe mësuesit e shkollës Gaq Karakashi nuk kanë harruar se përparimi në mësime është i lidhur ngushtë me gjallërimin e jetës
artistike dhe asaj jashtë shkollore. Krahas procesit mësimor, një vend të rëndësishëm në shkollën tonë ishte dhe puna edukative. Synimi i drejtorisë së shkollës ka qenë që ajo të jetë larg sloganizmave dhe teorizimeve të shumta, por të jetë një punë efektive e cila mund të themi të shërbejë drejt për drejt edukimit të nxënësve. Synimi im ka qenë që ajo të jetë punë gjallë, konkrete dhe më e rëndësishme ka qenë puna edukative e mësuesve me aktivitetin dhe kulturën e vet. Kjo shkollë jo vetëm ka fituar një përvojë të madhe, por ka dhënë dhe ndihmës të madhe në aktivitetet që ka zhvilluar rreth i. Një skenar i thjeshtë, një cilësi gjatë aktivitetit dhe përkushtrimi gjatë saj ka bërë që këto aktivitetet të krijojnë dhe të kenë masivitetin e nxënësve. Gjithashtu duhet thënë që ngjarje dhe data historike janë përcjellë nëpërmjet këtyre aktiviteteve. Kuptohet krahas vlerave të rëndësishme që kanë pasur këto aktivitete nga ana argëtuese, ato kanë pasur edhe vlerën më të madhe, atë njohëse dhe edukuese. Dhe siç e shikoni të ndjekur hapasapi nga pasioni mësuesve dhe talenti i tyre, ata kanë sot grupin artistik. Ndonse modest, ai ditë jap ngjyrat festës në ditë të shënuara në sheshe dhe skena, duke u bërë i dashur për të gjithë. Koncerti i fundit, i titulluar Tu një tjeta bot, tu një tjeta miq, që grupi i Unigjerimit na bëri të njohur edhe përmes filmimeve në ambiente të ndryshme të qytetit, mblodhi rreth vetes artëdashës të shumtë. Unite, unite, Europe! Quhet Vler Tabullari, më pëlqen shumë kërcime, sidomos këngët. Shkolla jonë ka dhënë shumë spektakle të cilat unë i kam ndjekur. Quhet Kliti, jam nxënës në klasën e parë. Unë koncertet i ndjek me shumë gëzim. Unë quhet Besfort Bullari, jam në klasën e 5D nga kjo shkollë. Shkolla jonë zhvillon shumë aktivitete dhe sotën e pamë një koncertet artistike shumë të bukur dhe mua më pëlqeu kënga Shqipëri Europë. Unë i përshëndes të gjithë shokët e mi. Unite, unite, Europe! Pingaru, Gechat, Dete Europe, Trocar. U larguam prej tyre duke marrë premtimin se ky është vetëm fillimi i punës koncertale. Me ta do takohemi përsëri në aktivitete të tjera.
Mirupafshim. Nga tjeta bot, nga tjeta mish, kudo që jeni, dhe nësë në njini këngën tonë ta ndjeni. Është kjo një këngë